Jemi rikthyer sërish bashkë pas një vllogu publicitare. Unë shfrytëzoj rastin të falenderoj dhe sponsorët tanë të cilët janë Vala 4G dhe aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari. Vazhdojmë tutje me rubrikën tonë të përjashme, e vërtetë pa vërtetë. El Hajda Dani, bashkëpunim me producentin e Sias. Kjo është plotësisht e vërtetë. Sapo ka publikuar këngën në gjuhën shqipe Më mbaj, që rikthen në tregun shqiptar El Hajda Dani pas paraqitjes në Eurovision. Edhe pse me këngën e shqip, kjo nuk do të thotë që artistja ka anulohet bashkëpunimit me Skivet dhe Geto Arselimet. Kjo është jo e vërtetë. High for Real është projekti i fundit që bëri bashkë të gjithë anëtarët e labelit Baba Stars, po përtej kësaj është lajmëruar edhe dueti i parë me Skive dhe Getit. Ky produksion mendohej të publikohet gjatë sezonit të nxehtë, por që kjo nuk ndodhi. Pas martesës të së parit të Baba Stars u përfol se ai do ta lërë muzikën, mirëpo kjo gjë nuk do të ndodhë, të paktën jo këtë vit, sepse sipas informacioneve të sigurta pranë artistëve, dueti i tyre do të publikohet gjatë nëntorit dhe gjithçka rreth kësaj është finalizuar. Valdrin Sahiti po bëhet baba. Kjo është plotësisht e vërtetë. Javën e kaluar, dizenjatori Valdrin Sahiti dha fund beqarisë, duke kurorzuar dashurinë e tij me Edita Ramadanin në martesë. Ceremonia u mbajt në Las Vegas dhe imazhet tashmë kanë pushtuar median online. Por ky status nuk do të jetë i vetmi që do t'i ngjitet Valdrinit, pasi siç mëson prive, Edita tashmë bashkëshortja e tij është në muajt e parë të shtatzanisë. Aktualisht, çifti sapo martuar janë duke qëndruar në Amerikë, ku po shijojnë muajin e mjaltit.